Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e cilësoi fitoret opozitës ligjin për dekriminalizimin, ndërsa tha se vendi disa anëtarëve të qeverisë ku përfshihet dhe vetë kryeministri Rama është përballja me drejtsinë dhe llogaridhënien. Një veto minoritare detyroi të shumicë të babzitur, të inkriminuar dhe të korruptuar, me ndihmën e partnerëve tanë, me ndihmën e qytetarëve shqiptar, vendosin standardin më të lartë, atë të përjashtimit kriminalëve nga parlamenti, nga institucionet e tjera vendore dhe të ndalimit me ligj të kandidimit tyre në zgjedhje ardhshme. Edi Rama po mundohet ta shpërfillë në shpirt, duke transferuar kriminalët nga institucionet tek partia e tij. Kjo qeveri bie nëse përballet me votën e lirë, pasi çdo ditë punon për të shkatruar proceset e rregullta zgjedhore, tha Basha. Ku ata që abuzojnë me besimin popullor, duhet dhe do të përballen me gjykimin popullor dhe me zgjedhje të lira dhe ndershme do të largohen për shkak të votës popullore. Nga Shkodra ku ndodhej për zgjedhjet e FRPD-s, Lulzim Basha shigjetoi ashpër qeverinë para të rinjve, që sipas tij ka futur vendin në lëngim duke rrezikuar dhe arritjet në 25 vite demokraci. Kjo është oligarkia. Sundimi pakicës, po tashmë jo si një byro politike, po si një byro mafioze, njerëzish të cilët duan të marrin të gjitha vendimet, në emër të shqiptarëve, por jo për shqiptarët. Gjatë fjalimit të kryedemokratit pati ndërprerje të energjisë elektrike për të cilën u sheh Shkodër, sqaron se ishte stakim si pasojë një defekti nga kushtet e motit të paqëndrueshëm.